Ministria e Bujqësisë ka dhënë informacion mbi sëmundjen e murtajës, ndërsa ka deklaruar se numri total I vatrave të raportuara deri më tani është 4. Bëhet fjalë për 716 bakti të prekura, 25 të ngordhura, 153 të eliminuar, ndërsa krerët e tjerë janë në proces eliminimi. Vatrat janë në Shkodër, Bulqis, Dibër e Skrapar. Ministria e Bujqësisë thotë se konfirmimi I parë për sëmundjen e murtajës së ruminantëve të vegjël në Republikën e Shqipërisë është bërë më 4 qershor të këtij viti me vendodhje në fshatin Domen, njësia administrative Postrip, Bashkia Shkodër. Në vijim, rasti I dytë është konfirmuar po më 5 qershor në fshatin Vrenjë, njësia administrative Kastriot, Bashkia Dibër. Rasti I tretë më 9 qershor në fshatin Val, njësia administrative Martanesh, Bashkia Bulqis. Dhe rasti I 4 më 11 qershor në fshatin Polen, njësia administrative Qendër, Bashkia Skrapar. Prej datës 9 qershor është ndaluar lëvizja e kafshëve të gjalla të llojit dhen dhe dhi nga ferma në fermë, shtektimin dhe në kullota të përbashkëta. Ndalohet përkohësisht tregtimi I kafshëve të llojit dhen dhe dhi në tregjet e kafshëve të gjalla, mjedise të hapura, panajire dhe grumbullime të tjera. Ministria e Bujqësisë I bën thirrje të gjithë fermerëve të zbatojnë masat e biosigurisë, të ndalojnë lëvizjen e kafshëve dhe për çdo shenjë sëmundje të kontaktojnë menjëherë në numrin e gjelbërt. Vetëm me bashkëpunim dhe vigjilencë të lartë mund të frenohet përhapja e kësaj sëmundje të rrezikshme dhe të mbrohet sektori I blegtorisë në vend.